Cili do jetë fati i bypassit të Shkodrës, cili ka mbetur thjesht një grumbull zhavori dhe është kthyer një vend depozitim mbeturinash. Tashmë plani rregullues i Shkodrës është në dorën e Këshillit Bashkiak. Me interesimin tonë pranë zyrës urbanistike së Bashkisë Shkodër, mësohet se ky investim, në cilin deri tani janë çuar dëm 9 miliard lekë, do psojë ndryshime, ndërsa nuk do shërbejë si rrugë kalimi për mjetet. Por sipas informacioneve do shërbejë si zonë atraksioni në breg të liçenit të Shkodrës. Dëmi ekologjik në breg të liçenit të Shkodrës është shkaktuar tashmë, pasi çdo ditë në këtë zonë depozitohen mbetje urbane dhe inerte të ndryshme, ndërsa asnjë nga institucionet përkatëse nuk reagon ndaj kësaj katastrofe ekologjike, që çdo ditë po rrezikon florën dhe faunën e liçenit të Shkodrës nga ndotja. I nisur 5 vite më parë si një vepër që do shpëtonte Shkodrën nga përmbytjet. Sot kjo vepër ka humbur plotësisht qëllimin e nisjes së ndërtimit të saj, ndërsa me zgjidhjen që mësohet se do jepet në planin e ri rregullues nuk duket se do minimizojnë ndotjen, pasi sipas specialistëve dëmet ekologjike dhe ato biologjike që shkaktohen nuk mund të riparohen më.